agent, scout, futbollistit dhe mund me bo jo vetëm një hap para në karrierë, por mund me bo 2-3 hapa para në karrierë me një paraqitje të mirë në Kupën e Botës. Po, është gati ekipi jonë Flori kur flasim për këtë lloj presioni që po ju bë, a mendon e prandaj Muriqin pra që ndoshta ka më shumë përvojë në këtë aspektin e ndeshjeve të shumta dhe rëndësisë apo peshës të ndeshjeve? Orta mendoj që ta janë gjithë futbollistë profesionistë edhe selektori Franco Foda normalisht që është marrë edhe në aspektin psiqik sepse këto ndeshje ndoshta nuk duhet edhe shumë përgatitje fizike, nuk duhet shumë motivim me lujt një ndeshje tillë ku i ki gjithë botën, ndoshta që çështja e kemi pa edhe në fitoren ndaj Slovakisë, Kosova është bërë lajm në gjitha mediat botërore dhe jenë sytë e gjithë botës në këtë ndeshje është ndoshta shanse që të vjen vetëm një herë në jetë, gjithë nuk ka nevojë për motivim, por normalisht se do pak punë me gjithë lojtarët edhe në aspektin psiqik për me arruj qetësinë pasi ndoshta në këto ajo është shumë një vije holl mes euforisë dhe motivimit të ndeshje dhe nuk do të më leju që me të kaplu euforia sepse pastaj nuk je i përqendruar më në fushë dhe shpresoj që të mos i kaplu euforia, normalisht se edhe psikolog besoj që ka pas,